këtë QR kodin, skanoj unë, edhe unë kisha Samsung aso kohë, shumë kohë më parë. Gabim shumë i madh. Dhe mund ta ndryshoja ikonën këtij programi. Dhe kisha bërë si ikonën e programit Motit, që është e Motin. Nëse ai kontrollon telefonin tim, nuk do kuptonte që kisha një WhatsApp të dytë aty. Kontrollon telefonin tënd apo telefonin e tij? Nëse ai kontrollon telefonin tim, nuk do kuptonte që ai programi është një program që ka WhatsAppin e tij brenda. Po tek telefoni i atij si shfaqe ky program? Fare s'shfaqe. Nuk shfaqe fare. Jo, te telefoni im kisha aplikacionin që kisha skanuar QR kodin e WhatsAppit atij, edhe ishte çdo gjë ke telefoni im, dhe çdo gjë shkoi shumë mirë për një 2 javë, domethënë zgjati kjo gjëja. Kur dilte dhe më thoshte për shembull unë kontrolloja me këtë dilte se kishin shkruar shokët në WhatsApp. Edhe ishte okay, derisa zbulova shumë shpejt, do ta mbaja më shumë, le po ziheshim. Ishte vonë, ishte ora 2 natës kështu. Po ziheshim. Dhe ky më futi blok. Po tash nuk ka lindur akoma të më bëj mua dikush blok në mes argumentit, duke folur në mes të debatit. Në mes debatit. Hyte aplikacioni unë, te WhatsApp i këtij, i heq bllokun vetes. Ky filloi të shkruaj prapë këtij. Unë i bëra blok se ç'po shkruan prapë, e kupton? Shkruaj akoma unë, ky pra blok se rrezik ka thënë herë e parë se kam bërë mirë, se kam shtypur blok aty. Futem prapë për herën e dytë. Prapë ja heq bllokun vetes. Aty e kapi. Si sa është budalla, kupton? Ti si unë mos e shku me një